Në Virgjilje të Krishtlindjeve është shënuar një fluks i shtuar i udhëtarëve në pikën e kalimit kufitar të Kapshticës. Sipas autoriteteve doganore, fluksi është përqendruar kryesisht në hyrje të territorit shqiptar. Shumë shtetas shqiptar që jetojnë dhe punojnë në Greqi, po kthehen atë dhe për të festuar Krishtlindjen dhe Vitin e Ri pranë familjarëve të tyre. Për përballimin e fluksit, aktualisht po punohet me 3 sportele në hyrje dhe 2 sportele në dalje, ndërsa janë vënë në funksion edhe 2 sportele të posaçme për përpunimin e autobusëve. Sipas të dhënave zyrtare, ka nisur dhe regjistrimi me procedurë të përshpejtuar për mjetet me targa greke, me qëllim lehtësimin e qarkullimit dhe shmangjen e rallëve të gjata. Pavarësisht fluksit të shtuar të mjeteve dhe udhëtarëve, policia kufitare po menaxhon situatën në mënyrë të vazhdueshme, duke synuar reduktimin e kohës së pritjes dhe garantimin e një kalimi sa më të shpejtë për qytetarët. Autoritetet kufitare bëjnë apel për respektimin e rregullave dhe bashkëpunim nga ana e udhëtarëve, ndërsa pritet që fluksi të vijojë dhe në ditët në vijim për shkak të festave të fundvitit.